Shkruan Myslu Murrizi. Nuk ka më turp për sklever të pështirt këtij lloji që duar trokasin me servilizëm e plot në nështrim ndaj fjalimit të udhëheqësit. Edhe pse ky i thot drejtoreshës së RTS-s që hiqi të gjithë nga puna dhe lëri në rrugë, pastaj merr këtë të doj qefi. Dhe kur ky mashtrim poshtrues ndodh me punonjësit e RTS-s, që të paktën teorikisht pretendohet të jenë njerëz me intelekt e kulturë, imagjinoni se çfarë mund të ndodh me ordinere kontingjent pa shkollë, që janë emëruar në poste kyçe të administratës vetëm se janë patronazhist apo pse i shërbejnë bandave dhe grupeve kriminale. Neveri dhe përçmim për këtë kategori të përshtirë frymorësh që për forcë zakoni quhen njerëz, me që në kartën e identitetit kanë emra njerëzish, një lloj si në kohën e diktaturës, kur bëheshin gjyqet e dënoheshin me pushkatim, edhe ata që thoshin të rroj partia. A bëhemi dot europian me fundorina të këtij lloji në administrat? Imagjinoni që nga kjo tufle genësh shqiptarët informohen në mënyrë objektive në televizionin shtetëror, ku mbi 1.5 milion familje shqiptare paguajnë 12 euro në vit taks ose 1.000 lekë çdo muaj që këta plera të marrin rrogën. Pra, shqiptarët paguajnë 18 milion euro në vit taksa për të mbajtur në punë dhe me rrogë këta servil që duar trokasin Edi Ramën, kur ai u thot që duhet të qëroheni nga puna.